merrni analogjit e partive politike jo prej mas luftës, prej pavarësisë së tutje. E kush rritet? M'fal, merrni analogjit, m'fal pse s'po bën me ky fjalë nderim. PDK-LDK. Merrni statistikat, merrni analogjit, kështu në ku LDK, ku PDK 2007 mas pari ku i ka fituar zgjedhjet vjesht, e në 2008 në shpall pavarësia. E kanë mri pikun. Me njëherë fillon grafikoni, ti e din ajo gram që me thotë push. Kujna? Partive që e mërin pikun, e mërin kurutën matnol. Vetë vendosë që administranishin e ka kryqit punë. Jo, ka këtu dy analize e kisë. Edhe ka e për 16%. Që ta analizë du... Pritë, se s'kemi që qarojmë analizë mbi analizë. Numrat, jo, sepse numrat të shikoj, statistika... Pa e ki pa vërteta dhe pas fakta këtu. Pa e parashikimi mbatoshit. Se LDK-ja, prishja LDK s'o kon artificiale, s'ka pas ramje, po ka pas ndarje. E para. Do të nuk kam ri pik LDK-ja... Nuk po imi avon gjenealogji partive politike. Nuk përboj profilun e partive politike ka. Unë e po operoj në analizën ta me Zoti Goshi, unë e po operoj me statistikë. Statistika Zoti Goshi dhe sekretator shkencë në fund. Halil, tregoj kush përfiton nga rënja e vetëvendosjes. Këto po donaj me ditë. Absolutisht përfiton rritet PDK, LDK, AK. Këtë i atritet sepse... Edhe nisma pak duhet morë. Zdojt ma unë se kom në radar. S'kom bon kalkulime, analizë. Po to se menojva që po shkujnë me vend, edhe kam jetë pak si jashtë. Edhe polli kombëtar demokratik. Jashtë radovit. Blevim. Edhe polli kombëtar demokratik rritet. Blevim. Dgjoj. Përmbyllë Matoshit se drenori pastaj. Unë nuk e di tash sakt, muj me t'i dhonë numrat sakt si pas kalkulimeve të minja, po do më honë PDK mërin deri 27-8%. LDK mërin 22-3%, Alianca mërin 10-9%, edhe kjo është trendi ma i natyrshëm